Presidenti Amerikan Donald Trump përsëriti kërcënimit e tij për sulmuar infrastrukturën iraniane, duke thënë se SHBA do sulmojë një ur ose termocentral sa herë që Teherani synon një anije në ngushticën e Hormuzit. SHBA dhe Irani kanë intensifikuar sulmet, ndërsa një marrëveshje për përkohshme në pushime në shkruar muajin e kaluar është përbërë dhe një luftë për kontrollin e ngushticës së Hormuzit është duke u thelluar. Sa herë që Republika Islamike e Iranit qëllon një anije në ngushticën e Hormuzit, qoftë me raket, drona për çdo pajisje apo armë tjetër, Shtetet e Bashkuara do të bombardojnë dhe shkatrojnë një ur apo central elektrik, duke përfshirë ato që ndodhen pranë ose brenda kryeqytetit të Teheranit. Javën e kaluar mediat amerikane raportuan për sulme ushtarake amerikane ndaj disa urave dhe një aeroporti në Iran, por nuk ka pasur një konfirmim zyrtar të këtyre sulmeve. Sulmet ndaj urave kishin për qëllim të prishin linjat e furnizimit për një bazë detare iraniane në ngushticën e Hormuzit, raportoi Wall Street Journal. Në përgjigje, Irani nisi sulme të mëtejshme akmarrëse kundër objektivave të Shtetit e Gjirit, Kuvajt, Bahrain dhe Katar. Disa ekspertë të drejtës ndërkombëtare dhe lider botror kanë kritikuar kërcimin e Trump për synuar urat e termocentralit iraniane si të paligjshme sipas drejtës ndërkombëtare që ndalon sulmen ndaj objektiveve civile.